Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Ky është Ledi, ish partneri i Juelës që u vra bashkë me motrën e tij në Rëshen. Një vrasje e dy fisht që tronditi qytetin e Rëshenit në vitin 2020 u rikthye nga një rrëfim i banores së Bigut, Juela, për ish partnerin e saj, Ledin. Motër e vëlla, Esmeralda dhe Vladison Filopati, mbetën të vrarë në oborin e shtëpisë së tyre në Kodër Rëshen. Krim ky që u krye nga ish bashkëshorti i Esmeraldës, Fatmir Koleci. Esmeralda dhe Vladisoni po ktheheshin nga qyteti i Rëshenit, pasi Esmeralda punonte në një market dhe vëllai i saj kishte shkuar për ta marrë nga puna. Autori i kësaj ngjarje, Fatmir Koleci, ka bërë prit në shtëpi ish bashkëshortes së tij dhe vëllait të saj. Ai ka qelluar me Kalashnikov me breshëri, duke i lënë të vdekur në vend. Videot janë bërë virale aso kohe.